ku edhe Stine mori një çmim të rëndësishëm, edhe Flori Momajesi mori një çmim shumë të rëndësishëm. Janë dy emra që kanë fansat dhe admirusët e tyre. Një moment marrëzie artistike, le ta quajmë, një moment tensioni, është konsumuar një moment njerëzor midis dy artistëve, gjithçka ka ndodhur në prapasken dhe kur gjërat ndodhin në prapasken pa dëshmitar okult aty, media mund të krijojë lloj legjendash urbane. Në fakt nuk ka ndodhur asgjë aq e madhe dhe aq e tmerrshme sa që është komentuar në media midis dy artistëve. Dhe këtu nuk qëndroi as në anën e Stines, as në anën e Florit, por në anën e artistit shqiptar, që nuk është një artist pa nivel që shitet për pak pik, kurse si. Secili nga dy bonart ka grupet e veta të interesit që e mbështesin, secili këndon për qef, secili ka targetin e vet që ja konfirmon këtë sukses. Ne jemi përpjekur të shërbejmë ty Stine sepse ti ke shërbyer shumë dens me fëmijës këtë kohë dhe kemi qenë me ty me zemër dhe me shpirt, po jemi po aq pro Florit që është një artist tjetër që rinia e përkrah dhe do, dhe ne do ta sqarojmë këtë pas pak. Stine është këtu në Dance with Me dhe do kërcej tani pas pak me Rozën. I ka turbulluar pak ujërat dhe shumë polemika janë ndezur dhe shumë komente ka patur vërdall. Jam e bindur që njerëzit presin që ti të thuash versionin tënd sonte. Shumë gazetarë kanë kontaktuar produksionin, ne s'kemi dhënë asnjë version, edhe pse kemi ditur se si qëndron e vërteta. 2 fjali në respekt të publikut i cili ka nevojë që të njohë anën tuaj të mirë. Shiko, jam fol edhe për fol, tepër fol shumë gjëra, si kështu, si ashtu, secili ka thënë versionin e vet, me do të bëjnë të vetën, duhet të bëjnë shumë. Ne jemi artistë, ne do të mbajmë njëri tjetrin, secili do të tregojë punën e vet. Unë ju uroj sukses çdo artist, nuk duhet të kemi mesazhe mirë për gjithë publikun. Do të kemi shembull në gjithë. Unë nuk e di sa kam folur njerëzit, nuk e di se situata nuk është momenti për ta folur. Dua të vazhdoj Dance with Me, jeta vazhdon, jeta e çdo secili vazhdon. Jo për të bërë gjyq publik, se s'kemi nevojë ta bëjmë këtë në një program argëtues si Dance with Me dhe as për të mbajtur anën e Stines, me që ai është pjesë e produksionit, po për të qenë me të drejtën. Në fakt Stine gjatë gjithë kësaj kohe ka artikuluar që me shumë mundësi këngën magjike do ta fitoj Flori këtë vit. Dhe ka qenë dashamirëse nga ana e tij. Ka momente tensioni këtu pas kujtave sepse pak është euforia e suksesit dhe pak një fjalë thën gabim në momentin e gabuar, në vendin e gabuar që mund të dez nga një shkëndijë, një zjarr të madh, ndodhi një incident midis të dyve, gjithçka është okay, të dy janë shumë mirë edhe nuk e di nëse ke diçka për të shtuar. Dua të falenderoj publikun që më ka mbështetur çdo moment. Edhe ti kërkoj ndjes për këtilla incidente sepse nuk na shkojnë ne artistëve. Këtilla incidente nuk na shkojnë ne. Nuk kemi në drang artistët që të bëjmë zhurmë për famë. Ne kemi famë tashmë. Ne kemi shumë kritik. Kur e pyeta Stinen pak përpara se të fillonim programin, i thash, ke dëshirë të thuash 2 fjali lidhur me çfarë është diskutuar? Më tha vetëm një fjali. Dua t'i kërkoj ndjes publike njerëzit, sepse s'duhet më asociojnë me dhunë, unë s'kam lidhje me të. Kështu që kemi dhe një dëshmitare tjetër, ta dha mundësinë dhe hapësirën për t'i thënë ato 2 fjalë. Të tjera? Për këtë skandal që ka ndodhur, nuk ka ndodhur skandal, nuk ka ndodhur skandal ti Roza tash ne mundohemi ta zgjohemi. Dhe unë njoh që të gjithë personazhet, më shumë njoh Stine normalisht. Stine në njoh si në formën e tij më të mirë dhe më të lumtur, e kam njohur dhe në formën e tij më të keqe, më të mërzitur. Dhe realisht Stine është njëri i qetë, shuhet për një qetësi olimpike. Dhe nuk e di, duhet të jetë provokuar jashtë masë shumë që të ketë dalë nga vetja e tij. Sepse Stine nuk është i dhunshëm. Nuk ka lidhje me dhunën. Dhe më vjen shumë keq për zhurma të tilla që kanë ndodhur, por në fundit që më bëhet tram. Mirë, ti Roza një Stinen, edhe unë njoh Florin, e kam ik të vjetër dhe koleg të vjetër. Me siguri ka kaluar limitet të dy, një moment që është kapërcyer edhe jeta vazhdon, karriera vazhdon. Ta ndrojmë temën. Ta ndrojmë temën. Po ti jemi të drejtë. Çfarë simpatike është? Po isha në sallë, u kënaqa shumë, u kënaqa. Ishte një natë shumë e bukur. Po ne e veti që kishim ardhur të gjithë si skuadra atje. Ka kërcyer Irena me violën në mes